Andropauza, çfarë ndodh me burrat pas të 40-tave? Të gjithë kemi dëgjuar për menopauzën te gratë. Ndryshimet hormonale, nxehtësia, ndryshimet e humorit është një temë për të cilën flitet hapur. Por a e dini se edhe burrat kalojnë nëpër diçka shumë të ngjashme rreth të 40-tave apo 50-tave? Nëse keni vënë në re, kohët e fundit keni një lodhje të pashpjegueshme, rënje të energjisë, vështirësi për të mbajtur masën muskulore, edhe pse stërviteni apo ndryshime të papritura të humorit dhe rënje të dëshirës seksuale, nuk bëhet fjalë thjesht për plagje normale. Sot do të flasim për një temë që shpesh është tabu mes burrave, andropauzën, ose siç njihet ndryshe rënja e testosteronit me moshën. Do të shpjegojmë çfarë është saktësisht, si ta dalloni dhe si mund ta menaxhoni për të rikthyer energjinë tuaj në maksimum. Para se të fillojmë, bëni një subscribe dhe le të zgjojmë këto tabu së bashku. Le të sqarojmë diçka që në fillim. Ndryshe nga menopauzat e gratë, ku prodhimi i hormoneve ndalon në mënyrë relativisht të shpejtë dhe të plotë, te burrat ky proces është shumë më i ngadalt dhe gradual. Hormoni kryesor mashkullor është testosteroni. Ai është përgjegjës për masën muskulore, densitetin e kockave, energjinë, humorin dhe funksionin seksual. Pas moshës 30 vjeçare, nivelet e testosteronit e burrat fillojnë të bien natyrshëm me rreth 1% çdo vit. Kur burrat arrijnë rreth të 40-tave apo 50-tave, kjo rënje akumulohet dhe tek disa prej tyre fillon të shkaktojë simptoma të dukshme klinike. Kjo periudhë e rënjes së ndjeshme të testosteronit quhet andropauzë. Shumë burra injorojnë këto shenja, duke menduar se thjesht po rriten apo kanë stres në punë, por këtu janë simptomat kryesore që tregojnë se mund të jeni në andropauzë. Lodhje kronike dhe mungesë energjie. Zgjoheni të lodhur edhe pse keni fjetur 8 orë, ndjeni sikur nuk keni më atë motorin e fortë që kishit para 10 viteve. Ndryshime fizike. Vini re akumulim të dhjamit rreth barkut, ajo që quhet ndryshe barku i birrës, humbje të masës muskulore dhe forcës, si dhe lëkurë më të lëshuar. Ndryshime të humorit dhe fokusit. Burrat në andropauzë shpesh bëhen më të irritueshëm, kanë luatje humori, ankth të shtuar apo vështirësi për t'u përqendruar në punë. Rënje e libidos, dëshirës seksuale. Kjo është ndoshta shenja më specifike, përfshin rënjen e dëshirës, por edhe probleme me performancën apo ereksionin. Pse disa burra e vuajnë më shumë? Rënja e testosteronit është biologjike, por stili i jetesës mund ta kthejë andropauzën në një maks ose përkundrazi ta bëjë pothuajse të padukshme. Gjërat që ulin në mënyrë drastike testosteronin dhe përshpejtojnë andropauzën janë obeziteti, pesha e tepërt, indidhjamor, përmban një enzim që e kthen testosteronin në estrogen, hormon femëror, sa më shumë dhjam aq më pak testosteron. Mungesa e gjumit. Pjesa më e madhe e testosteronit prodhohet gjatë fazës së gjumit të thellë. Nëse flini 5 orë në natë, po shkatërroni hormonet tuaja. Stresi kronik. Kortizoli, hormoni i stresit është armiku numër 1 i testosteronit. Kur kortizoli është i lartë, testosteroni bie automatikisht. Si ta ktheni situatën në favorin tuaj? Lajmi i mirë, ju mund ta luftoni andropauzën dhe të ndjeni sërish sikur jeni në të 20-tat tuaja. Këtu është plani i veprimit. Stërvitja me pesha. Nuk ka stimul më të mirë natyral për testosteronin se sa ngritja e peshave. Fokusoni te muskujt e mëdhenj, squats, deadlift dhe shtypjet e gjoksit. Stërvitja e forcës i thot trupit tuaj, kemi ende nevojë për muskuj dhe forcë, prodho më shumë testosteron. Hapi i dytë, ushqimi i duhur, yndyrnat e shëndetshme. Testosteroni ndërtohet nga kolesteroli, nëse mbani dieta pa asnjë lloj yndyre, po bllokoni hormonet. Konsumoni vezë, avokado, ara dhe mish cilësor, ndërsa ulni sheqerin dhe alkoolin. Vitamina D dhe zinku. Këto dy mikroelemente janë thelbësore për prodhimin e testosteronit. Ekspozoni në diell dhe konsultoni me mjekun për suplemente nëse keni mungesë. Konsulta mjekësore. Nëse simptomat janë shumë të rënda, bëni një analizë gjaku për të parë nivelin e testosteronit total dhe të lirë. Ka raste kur mjeku endokrinolog ose urolog sugjeron TRT, terapinë e zëvendësimit të testosteronit, e cila në mbikëqyrje mjekësore e bën mrekulli. Andropauza është thjesht një kapitull i ri i jetës, nuk është fundi i burërisë apo i energjisë tuaj. Me hapat e dur, ju mund të jeni në formën tuaj më të mirë fizike dhe mendore edhe pas të 40-tave apo 50-tave. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe mendoni se kjo temë duhet të diskutohet më shumë, shtypni butonin like dhe shpërndajeni me miqtë tuaj. Shkruani në komente, a i keni vënë re këto ndryshimet e vetja apo të partneri juaj? Shihemi në videon e radhës.